Fatmir Shtefni nga Lezhë është personazhi i parë i ftuar në Meet the Founders Series. Në këtë seri ku do dëgjoni vërtet histori shumë frymëzuese, në një natë errët me gomone, si rrugtimi i shumë shqiptarëve të tjerë. Ati eci mirë, ja doli. Isha i vendosur, nuk do kishte asnjë prit që mund të më ndalonte që të arrija aty ku doja. Grazie. Però che mangiano al ristorante Florida. Un bacio a tutta l'Albania. Kush tha që suksesi është një ascensor që të ngjit në qiellin e 7? Suksesi është vetëm shkallë të mundimshme derisa ti pastaj thua what's next. Shumë veta që nuk e kuptojmë se aktivitetet nuk funksionojnë. Është nga pozicionimi i gabuar. Pozicionimi i gabuar. Sa i bukur që shën ka. Ajo pjesa aty lart është restorantet, ajo pjesa aty ka dytë. Sa interesante. Edhe pse nuk e kam pranuar që në momentin e parë ato fluturat I ndjeva. Të shkëlqyen syt, ë? Po. Besoj që hënat e gondolierët janë dëshmitarët më të privilegjuar të dashurive më të bukura këtu në kanalet romantike misterioze të Venecias. Ja dhe Murano kudo, Xhami Muranos, o zot sa të bukura, sa elegante këta abazhurët. Si është të fitosh $1 milion e parë? Çfarë shije kanë ato $1 milion? Emocionin e përjeton deri në momentin që i ke bërë, sepse nuk e di se si është. Çfarë i ke thënë vetes në atë moment? Duhej si rezultati i një qëllimi që kisha. Por që momentin që arrite, mendo menja të shkon të dyshi, pastaj të treshi. Këto varkat e vjetra që ndodhen këtu në sfondin tim e bëj Vlorën shumë romantike në këtë ditë vjeshte pas shiut, por në fakt Vlora e netëve të vjeshtës të vitit 97 në kohën e luftës civile në Shqipëri nuk ka qenë as pak e bukur. Fatmir Shtefni nga Lezhë është personazhi i parë i ftuar në Meet the Founders Series. Në këtë seri ku do dëgjoni vërtet histori shumë frymëzuese, në një natë errët me gomone, si rrugtimi i shumë shqiptarëve të tjerë. Ati eci mirë, ja doli. Në Venecia ku ne do të nisemi nesër, ai numëron një seri biznesesh, një zinxhir sipërmarrjesh që të gjitha shkëlqejnë. Dhe unë jam shumë me lumtur që të ndaj me ju këtë rrugtim. Tani po shkoj ta takoj Fatmirin e jani me mua. Ikim. Fatmiri ka udhëtuar 48 orë me makinë edhe ka ardhur në Vlorë enkas për këto pak minuta hapje të episodit për të kujtuar me nostalgjia të natë që i ndryshoi jetën. Fatmir, mirë se erdha. Si e? Faleminderit, mirë. Si shkoi rruga, mirë? Mirë, faleminderit. Do ta bëjmë një xhiro aty në lungomare edhe Po patjetër me kënaqësi. Sa vite kanë kaluar që nga ajo natë? 27 vite. E mbaj mend absolutisht shumë mirë edhe natë. Ka qenë natë shtatore? Ka qenë vjesht, ka qenë një natë e shtatorit e datës 5, në fakt, pas disa tentativave për të nisur, nga që moti nuk e lejonte, dhe ajo ishte nata e dur, në fakt, dhe na lajmëruan që sonte është nata e dur. Kemi hyrë në gomonet e asaj kohe, dhe normalisht aty jashtë nuk u dukte asgjë, s'kishte drita, s'kishte asgjë, dhe ishte sikur të hyje në një tunel të zi, pa ditur se ku ishte drejtimi jot, por në fakt që në kokën time drejtimi ishte ana tjetër e Adriatikut. Rituali ka qenë që 200 metra nga bregu i detit duhet hidhje me not, sepse barka nuk e linte në breg, dhe porosia ishte që përpara duhet kishe marrë me vete rroba të thata, të mbyllura në një qese hermetike, që pastaj kur të ishe në tokë duhet i vishje të ndrojë rrobat e lagura. Çfarë e priste Fatmirin anën tjetër të detit? Shiko, ajo që mendonim gjithë që na priste nga ana tjetër e detit ishin ato imazhet që shikonim për reklamat e televizioneve,
por që në fakt realiteti ishte që duhej të shpërvilje mangët, të ndjetoje, të jetoje, të punoje, por që ndjesia e parë që kam patur ka qenë okej, kam ardhur në vendin e dur, në vendin që bën për mua. Arritëm në Itali. Notuam 200 metra derisa dolëm në breg. Pastaj policia nuk na kapi. Kjo jeta kështu klandestine. Policia nuk na kapi sepse isha goxha i shpejt dhe i përgatitur fizikisht, faktikisht në atë moshë, por që nuk do kishte patur asgjë që do mund ndalonte pas asaj sakrificës që bëra, duke rrezikuar edhe jetën në fakt, sepse shumë veta edhe kanë ngelur në det. Isha i vendosur, nuk do kishte asnjë prit që mund të më ndalonte që të arrija aty ku doja. Nesër në çfarë kemi nisjen? Nesër kemi në orën 4:30. Mbas dite, pas shumë Nisjen mirë. do jetë një eksperiencë e mrekullueshme, një aventurë jashtëzakonisht shumë e bukur. Mezi po pres në fakt. U bën disa vite që s'kam qenë në Venecia, kështu që jam shumë e lumtur që do vi tani. Dhe arsyeja do jesh ti, një shqiptar i realizuar aty dhe bravo, jam shumë e lumtur që do i shohim nga afër të gjitha sipërmarrjet e tua. Unë diçka di, ndjekësit më pak, do të ndajmë këtë histori frymëzuese me gjithë ju, duke nisur nga nesër. Dammi la mano e balla con me, fammi un sorriso e ridi con me, siamo felici quando siamo insieme, solo con te, ora voglio ballare. Është e vështirë jeta këtu në ujë gjithkohës? Ashtë, goxha e vështirë. Sfidesh apo? Do të thënë, normalisht mësohesh sepse të bëhet pjesë habitue e jetës, por që nuk është e lehtë. Cili është vendi i preferuar këtu në Venecia? Është stacioni lumturisë, është pikërisht aty ku kam bërë restorantin për mendimin tim më të bukur, që është Cinema Italia. Ja kam bërë tamam me zemër dhe pikërisht për qenë një ndër pikat kryesore ku qëndron, ulesh, reflekton, takohesh me njerëz dhe pyesin, ke lindur në ujë apo ke lindur në tokë? Asa e bukur. Dhe kur thonë që nëse ke lindur në ujë, okej, atëherë ti je tamam njeri për Venecian. Je veneciano vero. Veneciano vero. Ta venecianët që jetojnë mund të kenë dhe varkat e tyre të parkuara. Nëse ne kemi makina në garazh, ta mund të kenë varkat e tyre? Absolutisht, ashtu i kemi të gjithë. Varka private, Në fakt, po, patjetër. Ne kemi edhe varkat private dhe varkat e punës. Buonasera, buonasera. Benvenuta a Venezia. Come stai? Tutto bene. Che bello. Un napoletano a Venezia. Mua, grazie. A Venezia si fa, Però che mangiano al ristorante Florida. Da oggi divento vegano, Chi è che è venuto? Si shpjegoj që shqiptarët e Venecia shkëlqejnë, se ka shumë shqiptarë që kanë bërë gjëra. Ka një shpjegim, kjo sepse Venecia me Shqipërinë ndërlidhet me histori. Po të vesh re, këtu kemi La Cale degli Albanesi, kemi skuteri të Shkodrës, kemi Xatere që është, Xatere ka qenë familje shkodrane. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar dhe shumë faleminderit për mikpritjen edhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Që t'i jap skenën që meriton një shqiptari si ty. Gëzuar. Ne mund t'jemi të afër nëse nuk kemi zërin, që nuk njihemi ashtë gjithsesi se ngelet në një rreth të ngushtë. Gëzuar dhe njërë. Gëzuar. Allora il suo piatto forte sarebbe? Allora, stasera noi abbiamo tanti piatti forti, ma per lei stasera in onore suo, della sua presenza, le facciamo una bella linguina all'astice. Top, questo è il super E la hit. caratteristica è che la cuciniamo qui davanti a voi. Davvero? Sì, Sono mettiamo il molto fuoco curiosa. qua e la cuciniamo davanti a voi. Un grande Quindi non privilegio. c'è trucco e non c'è inganno. Va bene? Non c'è trucco, non c'è inganno. Perfetto. Grazie. Benissimo, allora vi lascio e vado a preparare da Un bacio, mangiare. un bacio. Un bacio a tutta l'Albania. Mua.
Signori, you love me. Bravo! Ky mëngjes më ka gjetur në Venecia, në këtë muze të gjallë të arkitekturës epokës së rilindjes apo barokut që flet vet. Këtu në fakt çdo reflektim në kanale dhe në ujë është reflektimi një ëndre, reflektimi i sekreteve të kush e di se sa jetëve që kanë kaluar këtu jo duke ecur, por duke lundruar mbi ujë në mënyrë figurative. Fatmir Shtjefni e zotron shumë mirë gjithë këtë qytet. Por kush tha që suksesi është një ashensor që të ngjit në qiellin e 7? Suksesi është vetëm shkallë të mundimshme derisa ti pastaj thua what's next? Çfarë do të jetë më tutje? Bresa e parë nga Venecia, cila ka qenë duke zbritur këtu për herë të parë? Ka qenë, shiko, e maj mend si sot. Herën e parë kur kam ardhur nga Milano në tren. Që po kërkoja, po vija që të shikoja, studioja vendin për të gjetur dyqanin e parë. Dhe kur jam ulur nga stacioni i trenit, se nuk e prisja, që në fillim mendoja ku do parkoj makinën, ku do shkoj makinën, dhe okej, po shkoj me tren. Dhe kur kam dalë që më ka dalë ajo panorama përpara, kur del jashtë stacionit trenit dhe ke gjithë panoramën, kam ngel Edhe ai stacioni i trenit është spektakolar, ku ka një arkitekturë shumë bukur, ëh. Edhe pamjen që ka përballë, se del direkt Scalinata, Canal Grande dhe kisha që ke përballë. Ktu bën një përleshje me pullumbat, çfarë? Po t'i japim këto, diç bëhet me pullumbat këto? Pullumbat janë së vërtet. Në një farë periudhë patën vend sa shqiponja që i largonin. Gocat i çove në shkollë sot? Gocat sot i çova në shkollë sepse goca e vogël, Ameli, dje nuk flinte gjumë se po më priste. E vogla, ka pritur deri në 1 domethënë. E vogla ka pritur derisa nuk ka rezistuar më dhe ka rënë në gjumë se ma tregoi sot mëngjes dhe sa më pa më hodhur. Sa bukur e kanë zgjedhur me këtë muzikën klasike, ëh? Shumë bukur e kanë zgjedhur, nuk di. Po gjëja që më bëri përshtypje është që kur instrumentistët tu i bien violinës dhe veglave, ata të tjerët atë heshtin, që mos interferojnë njëri tjetrin, e kanë bërë të studiuar. Imagjinon një 22 vjeçar shqiptar, i panjohur, i paditur, në atë periudhë që ka qenë periudha me vërtet më e tmerrshme për shqiptarët. Ku ti thoje dikujt që jam shqiptar i kishte 200 metra me vrap larg. Se ka qenë ajo me vërtet ka qenë periudha famkeqe. Dhe një shqiptar që vjen në Venecia që hap një dyqan me flori. I paragjykuar? Ku i more me çfarë merre, çfarë trafiqesh? Jo paragjykim, por ka qenë pushkatim virtual. E ke ndjerë domethënë racizmin ato vite, se sot shqiptarët ka një fratelanca, këtu ka një vllazëri me shqiptarëve dhe italianët, po dikur s'ka qenë as pak kështu. Domethënë e kemi ndjerë, unë personalisht e kam ndjerë se isha në parë shqiptarë këtu me një biznes, sidomos me një biznes tillë. Të mos bësh sukses në këtë qytet është ja del. Absolutisht. Një sekret tjetër, jo gjitha rrugët janë një lloj. Ka shumë rëndësi pika ku ti e vendos, po të veni re, tani që ne do i shohim edhe restorantet, edhe disa nga dyqanet e mia, janë të gjitha të vëna në pozicione corner. Dhe në Venecia ka një shprehje që thonë la bottega di Canton fa contento il paron. Është shprehje veneciane që thotë dyqani me corner, pra në kënd, bën kënaq të zotin. Pse? Është kjo, sepse në një rrugë ku ti ke zënë të dyja këndet, do të thotë që nuk ke shans të kesh sukses në atë. Leksion i bukur ky. Absolutisht. Kishte ca formula shumë interesante që unë ti huazova tani edhe. Jam i sigurt që do më vlejnë dhe mua për të menduar për te i kufirit. Jam i sigurt që do t'i praktikosh.
Sì, mi piacerebbe ascoltare da un collaboratore così caro, 20 anni che lavorate insieme, Sì, quasi, sì. le cose buone e pure quelle cattive, specialmente quelle cattive. Come lavorare con Fatmir? Tu sei l'architetto, Sono un broker immobiliare. broker immobiliare. Sì, ho lo studio qui a San Marco, negli anni comunque ci siamo conosciuti e ovviamente siamo cresciuti insieme, quindi abbiamo fatto degli step che oggi insomma ci rendono anche due personaggi in città. Vedere la crescita di un ragazzo sognatore, Esatto. E arrivare a questo punto dove è arrivato lui con tanti sacrifici, credo. Questo Cosa significa è per una te? bellissima cosa perché comunque è una brava persona, è un lavoratore. In primis il carattere, molto elastico, malleabile, quindi riesce anche ad ascoltare oltre che ad avere un suo preciso obiettivo, quello sicuramente. E poi è una brava persona, quindi il lato umano vince sempre. Il lato umano vince sempre. Sì, sì, sì. Bravo Fatmir. Shembulli shqiptarit të mirë. Po më thoshin që këtu pllumbat janë bërë një kërcënim dhe një kosto shumë e madhe për lokale, sepse thyen çdo gotë sa po shohin ndonjë gjë interesante që ju duhet si ushqim, dikur jepnin mistra këtu edhe ti më dilje me pllumbat, kam një foto madje në shtëpi shumë bukur. Sot pllumbat i largojnë. Jam shumë e mërzitur për pllumbat e Venecias. Se më pëlqejnë shumë. Pllumbat janë vërtet simboli i lirisë, i paqes, i pastërtisë. Janë shumë të bukur, shumë të mirë. Nuk e di, sa vite jetë më shtohen kur shoh gjëra të bukura. Çuna, mirë jeni ju? Kam grupin tim, ekipin tim të kameramanëve, fantastik. Një ndër dyqanet tipike Që sa bukur? të mijat janë këto. O zot, sa gjëra të imta. Si Domethënë, si inventarizohet Këtë këtu? dyqan e kam realizuar unë totalisht. Kjo është, shiko, ne inventarizojmë të cop për cop. Kjo është dyqani i fundit që unë kam bërë dhe e kemi bërë në dhjetor të 2024-s. Çfarë marrin në kinë nga këto gjërat këtu? Këtu asgjë. Këto janë gjitha Gjitha Murano. Murano. Ky është një tjetër. Gjithmonë kemi një dyqan tjetër këtu, gjithmonë në corner, gjithmonë në kënd. E shikon atë të Ato qeramikës? që janë me Venecia, po Po. që marrin njerëz kujtimi janë si me magnet ato që vijnë tek frigoriferi. Ato janë gjetur aty tek ai vendi në majtë të malit, 8 orë nga Shanghai. Mund ta Tani unë dua të kuptoj për shembull, pse ky është plot, ai është më pak? Sepse është gjithmonë kjo corner. pjesa e këndet që tham, e çuditshme, ëh? Ky ka dhe ca produkte që janë në low. Aha. Që është pjesa e kalamitave, pjesa e këtyre qelcave të portakali. Kemi dhe çmimin më konkurrues, ëh? Çmimi është më konkurrues. Normalisht, por që pjesa tjetër e dyqanit është me njërat produkte që ka ai. Nga gomonet e Vlorës në varkat e Venecias, vazhdojmë këtë seri të veçantë të Meet the Founder me një shqiptar që e pushtoi Venecian në mënyrën e tij. Si e kemi tani itinerarin këtu? Ku do kalojmë? Tani ne do bëjmë gjithë Kanal Grande, Aha. që është rruga që bëm dje, por që është kthim deri tek stacioni i trenit, që do shohim pak parkorsin, pastaj do zbresim 5 minuta në këmbë do shkojmë tek restorani. Super. Dhe ndërkohë kemi edhe gjatë rrugës disa nga aktivitetet tona. Pse është kaq e njohur Venecia për tregtinë, ëh? Që nga tregtari i Venedikut gjithmonë e asocioj Venecian unë me njerëz që bëjnë biznes, që janë tregtarë të fortë. Sepse në fakt ne tani sapo kalojmë tek një pjesë e Venecias që quhet Punta Dogana. Punta Dogana. Që është pikërisht kjo pjesa këtu është si në formë po ta shohësh në formë shigjete nga sipër. Aha. Dhe kjo pjesa këtu ka qenë pjesa ku të gjitha barkat e tregtisë vinin dhe shkakonin mallet e tyre.
Venecia është njohur për tregtinë në anë mban botën, sepse lundronin me barka, ishin vetëm. Dhe normalisht kanë qenë tregtarë të mrekullueshëm, kanë tregtuar me Kedo, me armiqt me Kedo që ka qenë në mundur dhe normalisht Venecia për këtë arsye është bërë pastaj qyteti më tregtar. Kjo është Chiesa della Salute, shumë e rëndësishme, aty ku bëhen ceremonitë e martesave. Është shumë e famshme. Venecia pati një pandemi para disa vitesh që pjesë e madhe e popullsisë e pasoi dhe kishte shumë të vdekur. Dhe një doktor, nëse këti ke vënë re është një maskë me një hund të gjatë. Quhet maska del dottore della peste. Dhe ai doktori gjeti kurën e kësaj sëmundje dhe për këtë fakt çdo vit në Korrik tu bëhet festa e Redentorit. Redentori është festa ku pandemia përfundoi. Si ka qenë bas Covidit situata këtu? Të ndikoi? Duhet të ketë qenë shumë e vështirë për industrinë e shërbimeve si periudhë apo jo? Situata e Covidit ka qenë dramatike. Ka qenë me të vërtet personalisht ka qenë dramatike dhe unë nganjëherë mendova, më them nuk di si ja dola. Por që e dija që do e dilja. Në atë moment shumë biznese falimentuan, ranë dhe s'u ngritën më, shumë të tjerë u ringritën, të tjerë nga ata që rilinde pas Covidit. Ti më thej që takova motra mbante financat e kompanisë, më tha i kemi shumë keq punët. Çfarë sigurie ju dheti atyre? Ju kam thënë vetëm një gjë shumë të thjeshtë, kam thënë shikoni, kemi bërë çfarë kemi bërë, por e kemi bërë ne me mundën e djersa nga zero. Duke qenë se e kemi bërë nga zero, prapë dhe përsëri do ta rinisim nga zero, kështu që mos keni asnjë frikë dhe rëndësi, ka që jemi gjithë mirë, të dalim nga kjo situatë dhe do ja rinisim. Shpërbelim mangët dhe ja rinisim, sepse ne kemi ndërtuar çdo gjë me punë, me sakrificë, me intuit, me risk, por që ja kemi dalë një herë, 2-3 do ja dalim gjithmonë. Kurrën e kurrës mos investo rezervat dhe sidomos mos puno me lekët e tua. Sa përqindje nga fitimi duhet i kemi rezervë, depozit të paprekshme? 10%. Të paktën 10%. Leksioni 1. Leksion 2. Mos investo asnjëherë gjitha paratë që ke në xhep. Dhe nëse ke mundësi të tjera financiare për ta bërë siç është paratë që mundsojnë edhe bankat ose forma tjera të fondeve, absolutisht paratë tuaja mbaj në xhep dhe investo paratë që mund t'i marrësh nga tjerë. Ti më the diçka tjetër shumë bukur që mund ta quajmë leksionin numër 3. Gjithmonë një rezervë paprekshme që familja mos preket se gjithçka ka ndryshuar për mua, më the në çdo 5 vjet, e vetmja që nuk lëviz asnjëherë dhe është solide, është familja ime. Familja. Unë Alketa çdo gjë nga aja deri te zeja në jetë dhe besoj edhe për te jetës e kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj vetëm për vlerën unike që t'jep familja. Që janë fëmijët, janë bashortja sidomos, me atë ke lidhur jetën dhe do ta vazhdosh, janë gjithmonë gjaku jot, janë familjare që në momentin që ti ke një kreativitet dhe ke i përdispozuar që edhe të rrezikosh më shumë se tjerët, duhet punosh që t'ju japësh edhe tjerëve të sigurinë që ta kenë diçka dhe pse jo, ta kenë edhe ata mundësinë e tyre. Për shembull, unë kam një teori që them shtëpia e fëmijëve nuk mund të jetë kur kolateral për asnjë kredi për bankat, është shtëpia e tyre, është siguria e parë, shkollimi i tyre. Është një account, është një llogari bankare që s'duhet preket kurrë, çfarë do nevojë është këtë biznesi. A nuk është një leksion numër 3 shumë i rëndësishëm për ata që janë biznes? Është absolutisht i rëndësishëm, shtëpia dhe prona, sidomos e pa lëvizshme nuk futet kurrë me kolateral. Është idiotësi totale, mos e bëj. Mos e bëj. Mos e bëj atë aktivitet nëse të kërkon kolateral, që do të thotë do rrezikosh të humbësh çdo gjë dhe kolaterali i shtëpisë të fëmijëve është me çmim jashtëzakonisht shumë të madh, edhe moral, edhe absolutisht edhe ekonomik, por më shumë moral. Emocional sidomos. Emocional absolutisht po. Kjo është lagja ime, le të themi. Sepse këtu e kam nisur çdo gjë. Te kjo rrugë këtu. Dhe interesante është se kur erdha në fillim faktikisht historia e këtij dyqani këtu është e çuditshme.
Unë kisha gabuar anën e dyqanit. E shikon një diçka? E shikon njerëzit nga shkojnë? Rrjedhjen e njerëzve? Po. Shkojnë gjithë tej. Dhe ndërkohë në dyqanin e kisha marrë tej. Dhe nuk ishte e njëjta. Dëgjoj, e ke shumë të lidhur këtë E kam shumë të lidhur. koordinatën gjeografike, pozicionimin me Është suksesin, ëh? fundamental. S'më kishte vajtur mendje. Është fundamental. Shumë veta që nuk e kuptojmë se aktivitetet nuk funksionojnë. Është nga pozicionimi i Është nga gabuar, ëh? pozicionimi i gabuar. Unë ja ku është lokali, këtu ishte dyqani i pari. Dhe shiko ku kalojnë njerëzit, dhe cila është diferenca? Ti mendon se ka diferencë. Absolutisht ka diferencë. Se trafiku njerëz është gjithë i Trafiku pozicionuar njerëzve, ndej në të majtë, ëh? Unë e di si e kuptova, se nuk më funksiononte mirë. Hypa majeturës, dhe thash ç'është ç'a ndodh. Dhe shikoja njerëzit, fluksin e njerëzve që vinin gjithë tej. Edhe në vajtje edhe në ardhi. Dhe aty e kuptova që ky dyqan këtu, që ishte dyqani jon i parë i Perit, aty ku njohta Rezartën. Këtu është faqe Rezarta, Këtu ëh? është faqe Rezarta po. Te ky këtu. Sa i bukur që shën ka. Ajo pjesa aty lart është restorantet, ajo pjesa aty ka dytë. terraca. Sa interesante. Shumë romantike ajo aty. Sa bukur. Shqiptarët e Venecias, ka lezet. Shqipe triumfojnë kudo. Edhe për mua shumë. Na erdhi Rezarta, na e zbukuroi tani filmi Rezarta. Jo. Po dy gatë kemi? Shkodër. Shkodra. Dorinën e kemi nga? Kavaja. Sa vite keni që punoni për Fatmirin? Unë 10 vite gati. Po më trego si është ai si drejtues? Është më i mirë, është njëri shumë human edhe për ne, për mua ka qenë gjithmonë frymëzim. Ty të duket sikur je në Venecia, po të duket sikur je në Shqipëri, këtu se jeni shqiptar të gjithë. Në Venecia. Venecia. Jo. Pse ike ti çuni, pse ike? Mos ik, Shkodra. Faleminderit shumë, zoti ju bekoft, faleminderit, u kënaqa. Shumë faleminderit. Për mirë kënë gjigant. Gjigant është, ë? U emocionove kur fole për Fatmirin? Une? Po. Po i fjeva kam. Si vëlla e ke? Të ka ndryshuar jetën, të ka ndihmuar këtu që të integrohesh? Po. Të mungon Shkodra? Shkodra normal, është qyteti më i bukur se Venecia. Është më i bukur se Venecia, sigurisht. Ku kemi zemrën aty është shtëpia jonë, apo jo? Guiran për shumë shtëpi vetë. Edisoni, duart rokitje për Edisonin, shefi shqiptar, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Po të jap dorën, po të Faleminderit. takoj. Na ke kënaqur, na ke habitur çfarë shije. Ishte kënaqësia ime që i vate këtu sot. Nga të Me kemi? të vërtet, unë nga Fushkruja. Nga Fushkruja. Gjithë ky talent, ke bërë shkollë, ke pasion, ke talent. Kam ardhur në Itali që i vogël, kam bërë shkollën në Itali, jam rritur gjithmonë në Itali. Nuk e di, 100 pikë ke marrë. I jashtëzakonshëm, Shumë shumë i talentuar faleminderit. që kjo. Faleminderit, u Faleminderit kënaqa shumë juve. që të takova dhe të lumçën duart. Faleminderit, ju bëf mirë. Bravo. Bravo. Faleminderit. Kënaqësi. Tani, në varg, do filmoni jo Alketën, por Rezartën dhe Fatmirin. Do bëjmë që Rezarta të jetojë një roman së vogël se është pak introverte nga natyra, është pak diskrete, nuk do që të dali në ekran, po unë do t'ja vjetë sa momente me stil. Juve çuna do të ndihmoni kameramanët, okay? Buonasera, come sta? Prego signora. Prima lei, Tengo la barca dopo di per te voi. tutti noi. Si është natyrë Fatmire në jetë?
Se më tha mua që unë flej vetëm 5 orë gjumë, sa orët e tjera i kam gjitha punë. Po. Është shumë aktiv, ka një personalitet shumë të fortë njëri. Më tha mua që ka qenë shumë e vështirë Zarta në fillim, sa dhe erdhi si aplikante për të punuar në një nga dyqanet e mia. Në momentin që u shfaq, më pyeti dhe më tha e ke parë CV-n time, unë se kisha parë fare dhe i thash po e kam parë, mund fillosh direkt e punë. Po, më ka sill vërdall në fillim. Kisha aplikuar në 2 vende pune, si studente duhet punoja muajt e verës. Edhe më thonë në Venecia një vend pune ishte fiks për mua vetëm për atë periudhë. Thash, po vi dhe pastaj po valutoj me këtë vendin e parë. Ndërkohë vete e ka qenë ditë e martë, e nuk e harroj. Edhe më ka thënë, "Okej, te njëjtën mund të fillosh punë." Pa më pyet. Kur ka marrë shoqën telefon e thash, "Po unë mund të filloj punë në një argjendari." Ka filluar punë të nesërmen. Si është të punosh me bashortin? E vështirë. Si është të kesh partnerin drejtues në biznes? Është goxha i rrept. Në fillim më kujtohet, kam qarë shumë. Vërtet? Se thosha një njeri që mua më do kaq shumë si mund të më vërtasi kaq. Më tregon një gjë të bukur romantike nga lidhja juaj, se kjo Venecia është shumë romantike, sikur është një si Paris, edhe Venecia janë si qytete të dashuruarve. Nuk mund t'i them dot, t'i përshkruaj dot, por edhe pse nuk e kam pranuar që në momentin e parë ato fluturat I ndjeve. Të shkëlqyen syt, ë? Po. Ishte pra një dashuri me shikim të parë, ajo energjia që thjesht ishte, pavarësisht se kisha të vështirë ta pranoja me veten time, Po çfarë të trëmte? Jo, nuk më trëmte asnjë gjë. Pse ishte t'ja që vështirë dhe e solle vërdall këtë djalë të dashuruar? Duhet të bindesha, kisha vura shumë në provë, shumë provë pas provë. Si është si baba me vajzat Fatmiri? Është më i mirë se unë. Më i mirë se unë, sepse unë jam pak më kritikuese, kurse Miri është shumë i devotshëm, gjithkohë mbas vajzave, po. Si është kur nuk është? Tërkohë në telefon, është në video call, është mëngjes drek darkë, gjithkohë ka ardhur gocat, i ke marrë gocat, ka vajt në sport gocat. Tërkohë. Pastaj për punën. Dihesh ndonjëherë gjithkohë si i lidhur me punën? Jo, po gjithkohë që më pyet për punën Alketa, këtë fshije Alketa. Më pyet si kam për punën. Po mirë, dëgjoj, ju jeni si me thëmë partner dhe në jetë dhe në biznes, që sa mirë që ai ka një ankor në biznes që është gruaja e tij. Ku ka më mirë, është fat i madh që juve edhe në këtë drejtim shkoni të dy bashkë. Po, për këtë pjesë, jam munduar në fillim pak e sforcuar, me thënë të drejtën, sepse ishte pak e vështirë me fëmijët, me bizneset që kam këtej, dhe që ta ndiqja. Po pastaj pash se Miri kur e do diçka, e do fort edhe do që ta bëj, dhe unë nuk mund ta pengoj dot. Ndihesh ndonjëherë vetëm? Sinqerisht, jo. Jo, nuk jam ndier kur vetëm. Nuk jam ndier kur vetëm. Siç thash, ai nuk është, por është, kështu që nuk jam ndier kur vetëm. Normal që prezenca fizike nuk e kompenson asnjë gjë tjetër. Por që jo, e mirë kuptoj në këtë pjesë dhe unë du ta shikoj sa më lartë absolutisht. Edhe unë kënaqem shumë kur atë shikoj të realizuar. Në disa momente të vështira të jetës time, sidomos në atë periudhën kur njohta Rezartën, isha në një periudhë jashtëzakonisht shumë vështirë të jetës, si personale si profesionale, dhe që ishte besoj diçka e dërguar nga një entitet më hynor, po, që erdhi në ndihmë të jetës time dhe ja ku jemi sot. Vajzat tona duhet të dinë që çdo gjë që prindërit e tyre kanë bërë, e kanë bërë me sakrifizë dhe disiplinë, me edukat dhe respekt për vetveten dhe për të tjerët. Dhe që ne do duam që ju, kur ta shikoni këtë që jeni të rritura, jeni duke ju mësuar tjerët atë që ne po mundohemi të ju transmetojmë ju për të ardhmen tuaj.
Besoj që hënat e gondolierët janë dëshmitarët më të privilegjuar të dashurive më të bukura këtu në kanalet romantike misterioze të Venecias. Stavo dicendo, mister gondoliere, che il gondoliere e la luna sono i più privilegiati testimoni degli amori e delle storie più belle. È vero? Conferma. Solo Marianne, it's time that we began to love and cry and cry. Përshëndetje të gjithëve. Në këtë moment të episodit të Meet the Founder me Fatmir Shtjeftin, djali nga Lezhë që ka bërë sukses të jashtëzakonshëm këtu në Venecia, dua t'ju përshëndes nga Hotel Gabrieli, i cili ndodhet këtu që nga 1865, 5 gjenerata, 5 breza. Ai është gjithashtu me kuota në këtë hotel dhe bashkëpunon me Gabrielin e Venecias, që një hotel i rinovuar ku ne do të kemi një seksion të rëndësishëm të intervistës të këtij rrugtimi në Venecia. Do pi një kafe latte tani italiane siç jon, edhe në këtë ditë të bukur me shi, që i shkon Venecia, se Venecia është pak gjithë Veneto në fakt, mjegull më shumë e diell më pak. Po ju bëj një tur të vogël të këtij hoteli, i cili na ka mikpritur në fakt mua dhe stafin tim prej 48 orësh alla grande, thon italianët. Po shikojmë vendin ku do ulemi për të bërë intervistën, sa unë i dua sa më të ngrohta intervistat, të jenë sa më miqësore. Mendoj duhet të shkojmë te kjo zona këtu. Buongiorno. Okej. Ja. Ja dhe Murano kudo, xhami Muranos. O zot sa të bukura, sa elegante këta abazhurët. Mendoj që kjo zona këtu është zona më e mirë për të realizuar intervistën. Kjo vazë shumë vjeçare këtu është një mrekulli. Është vërtet shumë e bukur. Mendoj që jemi shumë mirë këtu, çuna. Qëndrojmë këtu edhe presim Fatmirin, pas pak. Kafe latte ime ndërkohë po ftohet. Gati. Jemi në Hotel Gabrieli këtu në Venecia, sot po na bie shi. Sa mirë që xhirimi dje i bë me diell, ishim me fat. Megjithëse tek kujtimet e një gejshë më kujtohet ai epilogu në fund, kur thot ai personazhi kryesor që mos u anko kur ka shi. E mos thuaj sa shumë vap e sa diell ka, po shijoj se jeta është e bukur me të gjitha shijet dhe ngjyrat. Dje kur ecja rrugëve të Piazza San Marcos atë po mendoja dhe thash, o zoti i madh, çfarë ka bërë mendja e artë të disa njerëzve, një plejade artistësh, arkitektësh që nuk ekziston më, ne sot themi gjithë minimal, sa më minimale gjëja. Nga që është e paritshme ajo që i ka takuar të shkuarës? Po ta mendosh Alketa, në fakt dikur të shkuara në kohë shumë të lasta nuk kishin teknologji. Si kanë arritur t'i bëjnë dhe t'i realizojnë, dhe sidomos ato që ne sot po trashëgojmë dhe po i gëzojmë në fakt. Do të thotë që nuk kemi nevojë që të kemi teknologji ekstreme për të realizuar gjëra të tilla. Nëse do ktheheshe tek Fatmiri 17 vjeçar që u nis me gomonën e ëndrrës dhe shpëtimit nga Vlora, çfarë do t'i thoje sot? 3 këshilla. Që gjë më parë që t'i thoja është që Fatmir kishte të drejtë, që atë vizionin që kishte duke parë detin dhe kureshtja që zbuloi çfarë kishte nga ana tjetër, kishte absolutisht të drejtë. Dhe guximin që mora pa u tutur fare se çfarë mund të ndodhte, sepse unë kisha idenë dhe vizionin se ku do shkoja, e kam patur gjithmonë. Bas edhe ndroja, por që e kam patur gjithmonë vizionin dhe unë me çdo gjë që bëj, e bëj me vizion. Cili ishte vizioni yt 17 vjeç atëherë? Vizioni im ishte që të arrija që t'isha dikush, që të bëja një emër, që të lija një shenjë. Gjëja e dytë dhe e tretë që do t'i thoja vetes, të parën vetëm tham. Gjëja e dytë që do t'i thoja vetes është që ke ndruar dhe ke bërë eksaktësisht atë që ke dashur. Kur nuk je ndikuar nga zërat anasjelltas. Unë gjithmonë kam dëgjuar të gjithë dhe kam vendosur në kokën time. Dhe kjo më ka dhënë gjithmonë të drejtë. Edhe në gabime, por sidomos në sukses. E mbaj mend atë monologun me veten tënde në atë natën e errët kur duhet të çaje detin? E mbaj mend. Çfarë i the vetes? Vetes time i thash, "Okej, unë nise tani çoja deri në fund." Dhe diçka interesante ditën e parë kur darkuam tek restoranti. Po.
Këta djemë që vinë sot vinë me avion, ka një ndryshim shumë të madh cilësor. Pyetja ime është çfarë të mëson gomonja që avioni s'ta mëson dot? Gomonja të mëson sakrificën, gomonja të mëson arsyen sepse po e bën. Gomonja të mëson që për të arritur një qëllim që ti ke, duhet kalosh, duhet bësh një rrugtim që është i përcaktuar. Dhe pjesa më e bukur është e ti rrugtimi. Nuk është unë e dija se do arrija në Milano ose nga Milano do vija në Venecia, por që nuk e dija që më priste rrugës. Dhe nëse nuk do e nisja, nuk do e kisha bërë atë rrugtim, jam më se i sigurt që unë sot nuk do isha ai që jam. Ke qenë ndonjëherë i ashpër me veten tënde? I ke folur vetes? Jam gjithmonë i ashpër me veten time. Jam Çfarë? hiperkritik me veten time. Mbase shumë veta thonë është aspekt negativ ky, ti je kritik, por unë besoj se është aspekt absolutisht pozitiv dhe unë kam një opozicion brenda vetes që më ndihmon që mos të nga vetbinjet të kem edhe kritikën ndaj vetes. Dhe kjo me balancon. Çfarë do t'i thoje sot sipërmarrësve që kanë një ide, kanë një ëndër, ti je një njerëz që ke ndërmarrë riske të mëdha në jetën tënde, si është ta fillosh me zero para? Po të kesh ëndra shumë të mëdha, se kjo e fut ndonjëherë në kolaps njeriu, në krizë, se presioni shumë i madh i dëshirës i potencialit që ke, po nuk ke mjete financiare. Cilat janë 3 strategjitë për shembull? Unë ju them që mos keni kur frikë, sepse nëse ju i bini pre frikës, ajo është absolutisht pjesa më e vështirë dhe ajo që pjesa më e madhe e njerëzve ngelin dhe kthehen mbrapsht dhe pastaj pendohen. Pse nuk e bëra? Është më mirë të pendohesh për diçka që ke bërë apo të pendohesh për diçka që nuk e bërë. Më thënë më mirë pendohem për diçka që e kam bërë. Ku do t'i gjejnë parat, mjetet financiare? Ata që nuk kanë trashëgimi nga babai, neve shqiptarët, shumë pak familje, në ato familjet që mund t'i quajmë old money families, që kanë prona të trashëguara dhe kanë para të kaluar brez pas brezi, a? Patjetër. Kështu që për ata që janë pa mundësi mjetesh financiare, cilat janë ato që ti do t'i sugjeroje që ata të mos e lënë atë ëndrrën ashtu në sirtare dhe Gjëja e parë, duke punuar, i punësuar tek tjerët, kur ti e ke horizontin e hapur dhe ke disponibilitetin me veten tënde dhe ke një qëllim, nuk refuzon pra asnjë lloj detyre që t'jepet, sepse pikërisht aty qëndron suksesi nesërmit që ti do kesh për veten tënde. Në momentin që ne fillojmë dhe themi jo këtë nuk dua ta bëj, po këtë dua ta bëj, po kjo më pëlqen, kjo s'pëlqen, nuk funksionon kështu. Pra do të jesh 360 gradë i disponueshëm për ato detyrat që do t'jepen, dhe unë i kam bërë të gjitha këto. Dhe kam marrë nga gjitha këto, që kanë qenë edhe të rënda, kam marrë një aspekt pozitiv që më kanë hyrë në punë pastaj në përballimin e sfidave në momentin që kam nisur biznesin. Prandaj kur e shikon që një individ është duke punuar shumë për ty, absolutisht. Si e motivon? Cili është modeli i ty biznesit? Modeli im i biznesit, absolutisht. Rezultatin? Unë jam gjithmonë për rrog bazë low, por komisionet të larta. Komisionet e larta thotë që ti edhe pse je i punësuar dhe të duket vetë sikur je punëtor tek unë, por në fakt nuk je punëtor tek unë, por je partner. Je një Sa më shumë punosh, aq më shumë do fitosh. Dhe nuk varesh nga rroga, pra mindset është jo tek rroga, por tek fitimi i mundshëm, që ti pastaj në momentin që ke atë fitim mund të jesh i lirë të bësh çfarë duhet. 2. Si mund të gjejnë mjete financiare në një mënyrë tjetër? E para ishte që unë punoj për ty, ti je njëri i suksesshëm, soi prej teje, paguajmë prej teje dhe nëse punoj më mirë, paguaj më mirë veten time, ha? Patjetër. E dyta gjë. Zgjedhja e dytë që mund të bëjë një i ri, një re sot. Shiko, njerëzit, pjesa më e madhe e njerëzve mendojnë që duke patur para në xhep i ke çdo gjë. Në fakt, pjesa më e madhe e rasteve është e kundërta. Njerëzit që kanë para në xhep i ndumrojnë disa herë pasi të shpenzojnë. Dhe kanë frikë që të investojnë. Sepse thon mund t'i humb, pse? Sepse fokusin e tyre kanë tek parat. Duke mbajtur fokusin tek parat që është produkti final, që në fakt unë nuk e mendoj kur. Mund të jetë gabim, por jo, për mua nuk është gabim. Fokusi është tek ajo gjëja që ti duhet bësh dhe ku ti gjesh parat e gjëja e fundit që duhet mendosh. Se parat i gjen borxh tek njerëzit, borxh tek punëdhënësit që ke në moment ose te mundësia që mund t'i jap borxhin nëpër banka dhe ose duke huazuar biznesin që dikush mund ta lejë sepse është edhe kjo formë. Pra duke kërkuar investitor që të ndihmojnë, pse jo, sepse ti je i aftë, sepse ti ke mundësi që ke vizion dhe absolutisht ne kemi nevojë për njerëz të tillë dhe pse mos t'i japim të mundësi, sepse është mundësi për ata, por është edhe për ne. Të bëj një pyetje interesante se më ka intriguar shumë fakti që ti ke biznes në Londër, biznes në Miami, biznes në Vegas. Shumë biznese këtu në Itali. Në Venecia ke
vënë në lëvizje gati 100 dyqane suvenirësh, një zgjidhje shumë e mençur sepse më ka thënë që xhiro ditore një dyqani në pikat e mira gjithmonë në kënd është shumë e kënaqshme. Si menaxhon gjithë këto punë duke mos qenë vetë fizikisht aty, përtej sistemeve të menaxhimit online që e kuptoj që i akseson dhe merr informacionin, po cili është modeli i biznesit që përdor? Shiko, modeli, pjesa principale dhe themelore është që në radhë parë duhet kesh besim tek njerëzit që ti vendos. Nëse ti nuk ke besim dhe nëse shikon ëndra natën, po ecën, nuk po ecën, po shkon dhe nuk po shkon, duhet t'japësh besim tek njerëzit. Atë që unë e kam bujtur tek vetja ime, se të tjerët shumë pak herë më kanë dhënë besim për idetë që kisha dhe pastaj thash do ta marr vetë besimin dhe ta fitoj vetë tek vetja ime. I menaxhon të arrin të bësh mundëse duke bashkëpunuar me menaxherët e tu, kudo që ata janë. Normalisht ti je në Venecia, nuk mund të menaxhosh një biznes në Miami, ose në Shqipëri, ose në një qytet tjetër të Europës. Mund ta bësh nëse ti me personat që ke në menaxhimin e bizneseve tuaja, ke një bashkëpunim të tillë sa ata nuk janë punëtorët e tu, por janë bashkëpunëtorët e tu dhe fitimi është absolutisht i përbashkët. Në momentin që ti vendos që të zhvillosh disa biznese ku fizikisht nuk e ke mundësinë e kontrollit. Një ndër gjërat të rëndësishme, pra metodat e rëndësishme që unë kam zhvilluar, jo pa rrezik, sepse mund të përmbajë rrezik, se njerëzit nuk janë gjithmonë, nuk pasqyrojnë gjithmonë ashtu siç ne e shikojmë, është që nëse unë e marr një biznes dhe nuk kam mundësi ta menaxhoj dhe them, shiko, ti po punon te ky biznes. Unë i kam bërë llogaritë mia dhe unë e di sa më gjeneron ky biznes. Mua më mjaftojnë aq sa janë bërë llogaritë mia. Pjesa tjetër mund ta marrësh ti, ta fitosh, mund ta dublosh, mund ta trefishosh, nuk ka rëndësi, unë nuk jam xheloz ajo pjesë. Ti merr pjesën tënde dhe je risk Unë free. marr pjesën time, jam risk free. Normalisht kuotat dhe participacionet janë të gjitha të mia, sepse përgjegjësia e kuotave societare të kompanive janë të mia. Por që menaxhimi e heq të barë në vetja. Po për rent to buy, çfarë koncepti ke ti? Se mu duk dhe kjo shumë inteligjente. Pra, kur ne marrim me qira një biznes, për momentin që garantojmë duke menaxhuar mirë rentabilitetin absolut të këtij biznesi në një periudhë 5 deri në 10 vite, si vepron ti pastaj në kontratat juridike që bën, që pastaj ky biznes nëse do të shitet ti është personi kryesor që ke prioritetin për të konsideruar transaksionin. Patjetër. Kjo është një formulë e të bërit biznes të atyre që nuk kanë mundësi financiare. Pra, rent to buy, do të thotë që ti e merr një aktivitet me qira, por në kontratën, në momentin që nënshkruan kontratën, vendos që ta blesh atë aktivitet ose atë pronë, duke i zbritur të gjitha pagesat e qirave që ti bën në muaj. Pra unë paguaj 6 vite, 7 vite, godinën e hotelit që po e menaxhoj vetë, e investoj, rikonstruktoj, e vë në punë, gjithçka shkon shkëlqyshëm dhe mbas 7 vjetësh unë dua ta blej këtë godinë. Atëherë 7 vite që ra, mua më llogariten si pjesë e shlyrjes së detyrimit final për çmimin e blerjes. Ky çmimi i blerjes llogaritet që në fillim, pra ti e përcakton që mbas 10 vitesh unë do ta blej këtë pronë se tregu lëviz ka. Çmimi i blerjes përcaktohet që në fillim në kontratën e qiras, që nënshkruhet tek noterët, edhe në Shqipëri që kanë bënë re që bëhet. Një nga gjërat më të bukura që ka ndodhur me trajektoren e suksesit tënd është fakti që ti bën biznese dhe i shet, duke krijuar një sistem vetë financimi të jashtëzakonshëm. Gjë që në Shqipëri fatkeqësisht për industritë të caktuara është e pamundur. Unë shoh që gjithë bota lëviz drejtimi, pra ti bën një kompani tutash, të ka kushtuar 5 lek, nga due diligenca që bëhet shihet që është një kompani e suksesshme, ka shifra që janë interesante, vjen dhe ta blen dikush ta koton atë kompaninë dhe e blen me 10 fishën asaj që ti ke investuar, ti e ke bërë biznesin këtu për 3 vite, ke një exit gate, bën një biznes tjetër, lançon një produkt apo një kompani tjetër dhe vazhdon në këtë cikël, dhe është shumë interesante. Ne e pam rastin e Hailey Bieber se sa para e shiti $100 miliona kompaninë e saj kozmetike, gjë që nuk të ndodh në Shqipëri sot. Është fat i madh që ti jetosh në një vend si ky dhe që ti e ke ndërtuar në fakt filozofinë e zhvillimit tënd. Më thej që rreth 100 dyqane i ke ndërtuar dhe i ke rishitur, apo jo? Më shumë se 100 dyqane dhe vetëm dyqane, restorante dhe hotele që i kam marrë, i kemi rikonstruktuar, i kemi shitur, sepse normalisht se të merrja para në bank kur kisha mundësi që nga autofinancimi kisha gjetur mekanizmin fal një personi që gjithmonë do ta falenderoj në jetën time. Duhet gjithmonë një person që ta jep idenë ose mundësinë, gjithmonë, gjithse kush e ka atë person duhet ta ketë. Më trego se si e gjen atë produktin me
kosto të ulët që të rrisësh marzhin tënd të fitimit. Në një produkt specifik që unë kisha nevojë dhe që është produkti që shitet më shumë në dyqanet e suvenirëve, që janë ata magnetet që njerëzit i vendosin nëpër frigoriferat që janë me imazhet e gjitha qyteteve. Dhe duhej që të shkoja në Kinë që t'i gjeja këto produkte, por ku të shkoja në Kinë nuk njihja asnjë, s'kisha qenë asnjëherë se kisha iden si funksiononte etj. Mora vendimin nëpërmes ca kontakteve dhe fluturova në Kinë në 2013. Aty nga Kina vajta në Shangajin e Iwu, që është një ndër firat më të mëdha të suvenirëve ose të gjitha produkteve që prodhohen, dhe mora ca kontakte, më thanë që një fabrikë prodhimi të këtyre produkteve ishte në 8 orë me tren nga Shangaj, në një mal të humbur nga zoti, se as vetë nuk e di se si vajtëm aty dhe si e gjetëm. Në fund e gjeta, dhe e gjeta pikërisht atë që doja. Pikërisht ato prodhimet e atyre imazheve që unë kisha nevojë që u dërgova pastaj me foto, ç'a mundonte, por gjëja interesante ishte çmimi. Pse? Sepse një magnet në Itali blihet me 0,30 cent dhe shitet me 1 euro. Pra marzhi i fitimit është për 3. Dhe nuk është aq shumë, duke qenë se numri është sasia është e madhe. Duke i marrë atje, kostoja ishte 0,05. Si është të fitosh $1 milion e parë? Ha. Çfarë shije kanë ato $1 milion? Unë $1 milion e parë i kam bërë, besoj, para 15 viteve. Po këtu. Është emocionin e përjeton deri në momentin që i ke bërë, sepse nuk e di se si është, dhe ngjon njerëzit që thonë kam bërë $1 milion, kam bërë $1 milion, kam bërë këtë, kam bërë atë, dhe kur veti. Çfarë i ke thënë vetes në atë moment? Për çfarë të duheshin të $1 milion, mbasi i mbrite? Duhej si rezultat i një qëllimi që kisha. Por që momentin që arrite, menja dhe shkon të dyshi, pastaj të treshi, e ke harruar $1 milionin e parë. Momentin që ke bërë të parin. Ke fituar miliona, por dhe ke humbur. Dhe ke humbur me dinjitet. Më thej që në kohën e Covidit, dhe nuk flisnim për qindra mijëra euro, por flisnim për miliona dollar. Sepse industria ku operon Fatmiri ishte një industri e prekur në mënyrë direkte nga të gjitha problemet mikro-makroekonomike që solli pandemia. Si është pra të humbasësh kur je mësuar që gjithë jetën fiton? Dhe cili ishte mësimi më i madh në këtë humbje? Të humbasësh para është pjesë jashtëzakonisht themelore dhe e rëndësishme e të fituarit parave. Nëse dikush nuk e pranon faktin që duhet humbasesh për të fituar, më mirë ndro zanat, sepse do thotë që nuk e kuptuar asgjë. Nuk ekziston biznes që vetëm për fitim. Biznesi është llotari në fund, 50-50, nuk i dihet se çfarë del. Ajo që është e rëndësishme është mendja jote, ajo ideja që ti ke në fillim dhe rezultati pastaj është nga forca që ti jep. Por në disa momente të jetës, sidomos në momentin që kur ti po humbet para, siç na ndodhi ne në periudhën e Covidit, ti do të jesh si një komandant i një ushtrie që do të dish të marrësh vendime. Ato vendime mund të çojnë edhe drejt rezultateve fatale të vetes tënde, ose sidomos në rastin konkret të aktiviteteve. Ajo që unë normalisht në Covid humba është e pa imagjinueshme në aspektin e shifrave, sepse gjithë aktivitetet që ishin të ndërtuara në të njëjtin koncept, në të njëjtin vend, nga një ditë në tjetër u mbyllën në formë totale dhe xhiroja e kasave që ne kishim në formë të rëndësishme ishte nga një numër i rëndësishëm në 0, nga një ditë në tjetrën. Prandaj, në ato moment çfarë do të bësh? Të marrësh litarin të bardhëdhësën vetën, apo që ti je ai komandanti që thua, "Okej, jemi gjithë mirë, po. Kemi shëndetin, po, absolutisht. Ja kemi dalë një herë, i kemi ndërtuar, do t'i rindentojmë një herë, dorëzohemi, do ringrihemi, sepse kjo është pjesa e suksesit." Industria më interesante për ty? Industria e biznesit në rrjet. Pra, online. Pse e them këtë? Sepse në Covid, duke qenë se ne u shumëzuam me 0, dhe unë kuptova që sado që kisha ndërtuar aq fort, aq bukur, sado javë që unë isha, në fakt isha asgjë. Sepse humba çdo gjë. Dhe ajo që pash është se industria e bizneseve online pati një rritje kolosale me 500%. Se s'kishe nevojë për asgjë fizike. S'kishe nevojë për asgjë fizike. Ne do shkojmë tek zyra tani apo jo? Po, patjetër. Dhe çfarë do gjejmë aty? Tek zyra do gjejmë një staf timin që punon në disa aspekte në biznesin në industrisë online, por që në fakt me Amazon më shumë. Kemi zhvilluar një sistem Amazoni ku ne japim mundësinë të gjitha kompanive që kanë produktin e tyre, pra e kanë produktin ekselent, por askush nuk e njeh atë produkt sepse nuk din ta promovojnë. Ne e marrim dhe e hapim vetëm gjithë merkatën e Europës nëpërmes dritares të Amazon, që është absolutisht fundamentale. Sa kosto do ishte për mua?
e llogaritur për komisionin që duhet jap agjencisë tuaj? Shiko, kostoja është shumë e thjeshtë, shkon nga 25 deri në 30%, por mund të jetë një shifër kjo e thënë kështu por që njerëzit mund të mos ta kuptojnë. Duhet llogarisim që në këtë kosto ju përfshini qërat e mundshme që paguani të dyqaneve, të magazinimit, të krahut të punës, pra çdo gjë që ka të bëjë nga prodhimi deri në shpërndarje, ka një kosto dhe ne e dim shumë mirë dhe ky kosto incidon në margjën e fitimit pastaj. Juve merrni përsipër besoj dhe marketimit dhe vizibilitetin e produktit tim në botën e madhe online, Absolutisht. Super, do të bëjmë shumë pyetje kur të jemi tek zyrat. Okej. Për të mbyllur këtë seksion këtu në këtë hotel të mrekullueshëm ku ti ke gjithashtu gjurmën tënde, bashkëpunimin tënd dhe faleminderit për këtë qendrim të paharuar këtu në Venecia këto 40 tetor. Pyetja e fundit që do të bëja është cila është pyetja që unë duhet të bëja por nuk ta bëra? Cili është objektiviteti i radhës? Mund të përgjigjesh. Objektivi im i radhës është që të krijoj, shiko, kjo lidhet me një faktor të thjeshtë në aspekt personal që unë kam. Duke qenë se gjithë jetën time kam punuar, kam krijuar vende pune për të gjithë duke i paguar ata për kohën e tyre. Koha sot është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, njerëzit nuk e kuptojnë se sa vlerë ka koha. Por fatkeqësisht nuk kanë edhe mundësinë që të kenë alternativa. Ajo që unë dua të bëj dhe ajo që unë po bëj aktualisht dhe po trajnoj veten time të kjo pjesë, është që të krijoj sa më shumë mundësi vetpunësimi për sa më shumë persona aty jashtë që nuk e kanë të mundësi, ose ju mungon vizioni, ose ju mungon përkraja. Pra, ëndra ime është që nesër, sidomos me gratë, sepse në industrinë me të cilën po merrem tani është për gratë, po jo vetëm për gratë, sepse për njerëz nuk do isha i drejtë, edhe për çunat, të jap mundësinë që ata të marrin jetën e tyre në dorë, të vlerësojnë jetën, të kenë mundësinë që edhe duke fituar para, por të shijojnë atë, të shijojnë familjet, të shijojnë fëmijët dhe çdo gjë që i rrethon. Kjo është ëndra që un kam, që një ditë të ndalin lotet nga ky emocion. Turoj shumë suksese dhe tani do na çosh në stacionin tjetër që të shohim zyrat e Amazonit edhe shitjes online të networkut, rrjetit ku ti gjithashtu ke mbritur objektiva shumë të rëndësishme profesionale dhe financiare. Të falenderoj shumë për gjithçka. Faleminderit ju për këtë mundësi që po m'jepni, faleminderit për prezencën, është nasi për mua që të kem. Besoj njerëz edhe më me vlerë se unë. Nëse ti do të bëhesh person dikush ose person me vlerë, do të kesh me persona që kanë më shumë vlerë se ti, që vlen më shumë se ti, dhe unë këtë e mendoj për ty dhe jam absolutisht krenar që të kam ty sot në këtë intervistë. Normalisht nuk kemi mbaruar, do kemi edhe ca hapa tjerë, do na duhet një muaj që t'i bëjmë gjitha, por që nuk e bëjmë dot. Le të shkojmë atëherë. Le të shkojmë. Volevo ringraziarvi per l'accoglienza, grazie, è stato bellissimo essere qua. Un saluto, alla prossima, ciao. Evolut Media, marketing e comunicazione e gestione marketplace. Buongiorno, ciao. Come stai? Che bell'ufficio! Ragazzi, come va? Che bell'ufficio giovane, salve. Tutto bene? Tutto bene. Io sono Alchetta. Piacere. Ciao. Questo è un ufficio molto creativo, un ufficio molto bello. A posto? Ciao. Piacere. Ciao Simone. Eccolo! Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Simone è co-founder con me, Bravo. uno dei 3 soci. Come va Simone? Accomodatevi. Ci accomodiamo di là. Vi offro un caffè? Se vogliamo spiegare agli investitori albanesi che vogliono conquistare nuovi mercati online, specialmente Amazon che Evolut Media sì. tratta come servizio, come lo Noi spiegheresti? siamo un'agenzia di marketing, noi Come veloce lui? Lui è una bomba. siamo un'agenzia di marketing, noi possiamo aiutarti a trovare nuovi clienti, a trovare nuovi canali di distribuzione o anche aiutarti nella vendita online, in particolare nel canale Amazon. Quando li costerebbe più o meno in percentuale? Chiamaci, Come fascia? Contattaci, ti spiegheremo tutto, Ok. non costa niente chiedere. Mirdita. 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 Ai mësuar si shoh. Gjithashtu dhe unë. Si njoh. Perché lui è per me come un fratello. Si chiama bromance. Bromance. Two brothers who love each other. Yes. Bromance. Bromance. Come sta? Un avvocato Bene. per amico No, è importante. Ci diamo del tu, tutti qua.
e sono molto contento che siate qui, anche i nostri collaboratori aspettavano per conoscere e poi andiamo a fare un pranzo sereni, non in ristorante, a casa. Që sa bukur more flamuri shqiptar, sa bukur. Giulia, qui con noi, Fatmir, qui con noi. Bridiamo alla salute dell'Albania, Shqipëri, dell'Italia, delle nostre famiglie, della nostra amicizia, del nostro lavoro, del nostro impegno che mettiamo ogni giorno nella nostra vita e delle nostre meravigliose donne che sono qui presenti. Një nga gjërat që harrova të pyes Fatmir është fakti që ti po kandidon për të qenë pjesë e Këshillit Bashkiak të Venecias. Po. Po kjo, Shiko, po kjo ambicie, po kjo dëshirë. Do kemi një shqiptar e italian në Këshillin Bashkiak që do marrë vendime për sipërmarrësit në mënyrë të veçantë dhe me një absolutisht. kujdes shumë special për komunitetin shqiptar në Absolutisht. Veneto. Dhe kjo është një ndër arsyet pse po e bëj. Faktikisht e kam bërë 2 herë, sepse jam kandiduar 2 herë të kaluara, por që vështirësia e mbiemrit më ka bërë që të humb disa vota, në fakt sepse njerëzit gabonin të shkruanin emrin, por që tani e kam zgjidhur këtë problem dhe sigurisht që do shkoj aty ku dua të shkoj. Për vete, por më shumë se për vete, për komunitetin gjithsesi për biznesmenët, se e di shumë mirë vështirësi që ne hasim në rrugtimin tonë, problematikat dhe normalisht duhet dikush që e di duke prekur me dorë problemet që kanë. Dhe gjithsesi ka edhe një aspekt të rëndësishëm personal, sepse besoj se pas disa gjërash veten do ta vesh në provë edhe në aspekte të tjera, siç është ky i politikës. Kur janë zgjedhjet? Në maj. Atëherë në maj, komuniteti shqiptar në Venecia duhet votoj Fatmir Shtjefni. Do ishte shumë bukur që të kishim një shqiptar në Këshillin Bashkiak për gjitha vendimarrjet që doja bëjnë jetën më të mirë sipërmarrësve shqiptarëve në 360 gradë aspekte që do mbulohen. Kështu që fantastike do të jetë. Ta uroj me zemër. Faleminderit, shumë faleminderit për këtë. Do takohemi kur t'ja kem dalë në Njadola. Bukur, ë? Ti themi Venecias, ciao Venecia.